Përshëndetje zonja e zotrin, takomi prapë këtu në televizion 21, jeni me Klik Plus, dhe sonte, në fakt kemi një zhvillim, para më pak se një orë gjysmë, kemi komunikatën e parë, ku thuhet se mandatari për formimin e qeverisë së re të cilën e ka mandatuar presidenti Gjorgj Ivanov, apo zoti Nikola Gruevski, është takuar me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe tani për hir të korrekcisë, po a lexoj komplet komunikatën, nuk është shumë e gjatë, po vetëm që t'jemi sa më korrekt. Kështu. Komunikata thotë që sot kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka realizuar takim me kryetarin e VMRO-DPM-s zotin Nikola Gruevski, ku është biseduar për dy çështje të cilat përfshin analizën e rezultateve të zgjedhjeve të mbajtura më 11 dhjetor, të cilat u vlerësuan si të lira, fair dhe demokratike, si dhe kanë analizuar situatën aktuale politike. Tutje thuhet se dy liderët këmbyen mendime rreth situatës pas zgjedhore, si dhe për sfidat e ardhshme në këtë drejtim. Një komunikat të shkurtër, ku nuk kemi as fotografi për cilëse, nuk kemi as vendit paktën se ku është zhvilluar deri më tani, dhe se si do të rrjedh edhe gjithë kjo takim, apo se çfarë do dihet më shumë gjatë këtyre ditëve, do shohim bashkë. Por neve sonte do analizojmë këtë dhe heshtjen e LSDM, sepse pas 10 ditë s'kemë një zë prej tyre. Për këtë gjë në studio me neve sonte zotria Abedin Zymberi, faleminderit shumë Zymberi, u di përndesh që keni ardhur në ekran tim të djathtë. Në të majtën kemi zotrin Ismet Ramadani, gjithmonë kënaqësi me qenë me ju në studio. Zoti Alajdin Demiri, faleminderit që erdhët. Larg rruga e di edhe me kjo borë e di, jo çmoj shumë. Kryetarët e komunave i kanë fare. Po thoni. S'kan pastruar rrugën. Dhe zotri Albert Muslio, faleminderit shumë. Jemi të 4 ditë bashkë për mendojmë. Mirë, takimi i parë pas 9 ditësh, si duhet lexu, si duhet pa, zoti Ramadani, po e nisim me juve. Po mirë, nuk është ndonjë befasi, sepse... Jo, mandatar, absolutisht befasi, po 9 ditë. Mandatari, edhe pse pak ndoshta me vonesë, është pritur që ma herët takohet me liderin e BDI-s, por duke marrë parasysh se ishte një nga qëndrimet pra të kryesisë ose këshillit drejtues të BDI-s se do hyjnë në bisedime pra me mandatarin, respektivisht. Se nuk do mbyllin dy. Nuk jam pra të mbyllur, po përkundrazi. Dhe duke pas parasysh ata një koalicion qeveritar shumë vite që kam pas midis tyre. Ky është një takim në të cilin sigurisht është biseduar pak më shumë se sa ajo që ju e lexuat si komunikat, se zakonisht ashtu dhe dalin këto komunikata, po sido që t'jetë të shohim me presim, tani nuk mund të komentojmë ose të spekulojmë se çfarë është biseduar, por sido që t'jetë personalisht do të kisha pas kështu dëshirë ose mendim timin që definitivisht mos ndodhë në një koalicion eventual midis BDI-s dhe VMRO-DPM-s pas krejt asaj që e kemi thënë dhe kemi debatuar shumë kohë, por ajo është vendimi i partisë, vendimi i liderit të partisë dhe është punë e tyre. Interesant se në komunikat nuk thuhet që për mandatarin, po me kryetarin e VMRO-DPM-s, Albert. Shef, unë mendoj se kjo është në vazhda një tendencë ditë të fundit, shprej përmbylljes procesit zgjedhor të bëhet një tension shoqëri, një gjendje të krize, tash ne kemi një ndjenje se është krizë në Maqedoni, se s'dihet çka do bëhet. Maqedonia kaloi një cikël zgjedhor, ka një parlament të themelum, ka mandate të verifikume, edhe nuk ka asnjë farë tensioni. E dyta, unë mendoj edhe vetë fakti që janë takuar mbas 9 ditë, se Gruevski ka ditë se në cilën adres duhet të paraqitet, është pjesë asaj strategjie tensioneve. Ato më shumë kanë komunikuar njëri me tjetrin për platformat nëpërmjet mediave, gjoja nuk ka në komunikat, se sa në i takim. Nuk e shoh aq tragjik këtë takim, është takim, cilin mandatari e ka si detyrë të bëjë. Unë nuk e di çfarë detyra tjera ka pas
8 ditë të kalume, pse nuk e ka për ditës parë. Mundet është kjo një strategji e zvoglimit të afatit kohor, ne edhin se është 20 ditë të kufizum për të kriju shumicë, po nga ana tjetër nëse nuk e krijon shumicën, ai atë mund ta dije edhe ditën e dytë. Por nëse e din ditën e dytë, i lën afat palës tjetër 18 ditë që të filloj biseda eventualisht për të kriju një shumicë tjetër. Domethënë, është një pjesë e një strategjie shumë mirë të tempume, të zhvaritjes të procesit. Thuhet ti, nuk kam bisedu kur, tash po duhet 9 ditë që Gruevski trokas në derën e BDI-s, nëse ka shku në zyrat atime. Sepse nuk dihet, nuk thuhet komunikat. Nuk ka në parlamentim. Edhe vetë formati i deklaratët është një format aq i përgjithsuar, se kjo bisedë ka mund të bëhet edhe ditë, unë besoj se edhe ditën e dytë të zgjedhjeve është bë kjo bisedë për rezultatet, për situatën në cilën gjendemi. Po them, ka një tendencë në shoqëri edhe në disa megafonat të VMRO dhe PMN-s që të bëhet një ndjenje e situatës jashtëzakonshme, se Maqedonia thuhet dhe hinë në luftë se s'është e kriju qeverinë. Ashtu që besoj edhe kjo fakti që ndodh ditën e 9 është pjesë e asaj strategjie. Zoti Zymberi? Po, them drejt paraqitja e VMRO-s kohët e funit me deklaratat e tyne duke tentu ta nënshmon edhe atë platformën shqiptare që u paraqit në opinion, realisht është një strategji e VMRO-s e cila para se me fillu bisedimet, edhe pse unë nuk dishoj që janë taku edhe më herët, kjo ndoshta paktën publikisht nuk është thënë. Po, Jo është zyrtare tani. Spaku kjo është publike dhe mund të flasim për këtë pjesë. Strategjia e VMRO-s gjithherë ka qenë e tillë që një herë kanë kompromituar, kanë nënshmu për kërkesat që kanë marrë shqiptarët, pastaj të thirr tulesh në tavolinë, e cila ulje është shumë e qartë se do thotë ai ti ka tregu vetëm vjet se për ku dhe ku. Unë është e drejtë e partisë politike të BDI-s që tulet bisedon, por sikur unë të kisha qenë si strukture e ti, unë nuk dish që pranu, përkundrazi e kisha refuzu takimin me Gruevskin deri në momentin kur ata të vetëdijsohen dhe të pastrohen nga fjalori nacionalist të cilin vazhdimisht po e paraqesin, edhe me qëllim po e paraqesin për të kriju tensione brenda shtetit që pastaj gjejnë metoda tjera për të arsetu, për të larë vetëm dhe kështu me dal nga kjo situatë. Por besoj që me gjitha ta BDI nuk do të pranon të hinë në koalicion, sepse kam thonë edhe disa herë dhe këto në emisione tjera që varrosja e BDI-s do të jetë pikërisht me koalicionimin e VMRO-s në këtë radhë. Mirë, ndryshojmë se si do ecën tutje. Se Demiri? Tash kjo është një stuhi në një gotë. Stuhia ndodhen për arsye se në këtë fazë bisedojnë humësit. Humësi i VMRO-s, VMRO-ja si humëse që e fitoj mandatin, që e dha kryetari, që është një çështje shumë diskutabile. Edhe humësi i elektoratit shqiptar BDI që u përgjysmu, flas humbës në atë që e kishin, se shifrat thonë se janë fitues. Ajo është një matematikë e thjeshtë, edhe për çka bisedojnë. Tash bisedojnë të bëjnë qeveri. Unë mendoj se kjo qeveri nuk do të bëhet, për arsye se humbjet në këtë situatë janë të mëdha. Investimi në këtë qeveri është jashtëzakonisht i madh. Investimi i VMRO-s është të ruaj unitarizmin Maqedonas dhe të vazhdoj një shtet Maqedonas me disa qytetarë tjerë, me disa pakicë. Në anën tjetër, fatmirësisht në bllokun shqiptar nuk patëm fitues. Se po të kishim fitues, do të kishim një situatë tjetër. Gjithë humbën. Fatmirësisht humbi PDSH-ja. Në një mënyrë ajo u zhduk. Humbi BDI-ja u përgjysmu dhe tash nuk du këtu t'i ve besën dhe aleancën për shqiptarët, se ato janë fenomene që vinë. Nuk janë ende fenomene të verifikuar. Dhe kjo humbje e përgjithshme krijoi bindjen e një fitore të madhe.
Fitoria e madhe është marrëveshje, ose ajo Platforma, kontratë që u deklarata, bë po qartë. mes partive politike shqiptare. Thanë, deri sot, na e kemi bo këte, kemi bo atë, kemi atë, prej sot, nuk lejojmë më që të bëhet. Kjo është kjo marrëveshje. Dhe tash kontesti është mes dy koncepteve. Koncepti A dhe koncepti B. Koncepti A është shteti unitar Maqedonas me VMRO-n, me nacionalizmin tashmë agresiv, dhe me një filozofi të mbrojtjes së indit shqiptar me këtë aleancë shqiptare. Tash, a kanë kapacitet këta? Unë e di se VMRO-ja nuk ka kapacitet, për arsye se humbja tregoj se Maqedonasit nuk janë për këtë variant. Pozicionimi i fort i VMRO-s nuk është nacionalizmi, por është prokuroria speciale dhe ajo që duhet të ndodhe. Dhe ju rastësisht paraqitet prokuroria speciale si element i rëndësishëm i gjithë këtij negociimi dhe gjithë kësaj që ndodhen për koalicionimin. E po tani me që është barikadu VMRO-ja. Po, jo, Tregoj me njerë, pas asaj tregoj që nuk duam gjuhë shqipe dhe jo prokurorie publike speciale. Barikadu se tash ndalin 1000 pengesa. T'jem jo modest, unë këtë e kam parapa dhe e kam parashiku në emisionet tuja dhe tjerët, se kjo në strategjia e VMRO-s, që të hyjen zgjedhje, mos realizohet marrëveshje e Përgjinës, të bëhet një marrëveshje si përfaqësore, edhe ti fitojmë edhe njerë zgjedhjet, ajo që ndodhi, që na të bëjmë qeveri edhe zhduket ky proces, procesi kriminalizimit. Tash, kur themi kriminalizim, është vështirë të definojmë, por institucionalizimit të krimit. Edhe këtu është esenca. Ky krim shumë bukur shkon me një nacionalizëm, se shqiptarët na e morën shtetin. Edhe heshtja e LSDM-s në këtë kontekst duhet të shihet. Edhe pozita e partive shqiptare në këtë kontekst duhet të shihet. Çka do të bëjnë partitë shqiptare nëse VMRO-ja nuk e pranon? Gjithë teoricianët, analistët, politikanët thonë shumë leto, do të shkojmë zgjedhje tjera. Punë teknike. Mirë, po zgjedhje tjera nuk e zgjedhin problemin. Përsëri do të japin rezultate të njëjta ose të ngjashme. Që të thotë se partitë në këtë, posaçërisht partitë shqiptare, nuk kanë alternativë. Vetëm alternativë janë pozicionu me këtë se këtë do ta bëjmë. Kur do t'i shohë cilat janë kërkesat, ato janë kërkesa minimale. Për një mëri tema që kemë me folë to, po do shkojmë në mënyrë specifike me secilin për ty, si për largimin apo kush do bëjmë me kanë. Më intereson di për juve një çështje veç. Do ishte te esenca të vi une. Sepse gjithë kjo situatë traumatizohet dhe nuk është artificial traumatizimi. Traumatizimi i koalicionimit të ardhshëm është real. Është real për arsye se bëhet fjalë për një nacionalizëm të egër të VMRO-s, i cili është duke i akuzuar shqiptarët, është duke akuzuar Sorosin, është duke akuzuar ambasadorët, Usaidin e tjerët. Edhe një ideje demokratike të shqiptarëve që së ne artikulojnë. Kjo aleancë që u bë, është një lloj artikulimi. Mirë po, sa do të qëndrojnë? Gjithë kemi sot droje, gjithë kanë droje. A do të hi Ali Ahmeti në koalicion? Gjithë na e dim teorikisht se së hyrë, pse zhdukën veten, e zhdukën substancën e vete. Mirë po, a do të hyrë me LSDM? Çka do të ndodhe? Nëse LSDM-ja refuzon, unë mendoj se
gjasat që LSDM-ja të refuzoje shumë kërkesa janë shumë të mdhaje, për arsye se një kërkesë do të pranoj. Kërkesën për prokurorinë speciale, që janë jetikisht të interesuar që kjo të ndodhe. Po i hapni këtë temat për debat sonë të brenda paraqitjes të parë. Do shkojmë një nga një. Ma thëni esencën, fund të krejtë saj, se e di që Prokuroria Publike Speciale pa 2 të 3 është shumë të lashe, për të gjithë juve të ndëgjëta. Para dite, kishte polici financiare të nën kryetari BDI-s. Edhe e gjirum, që lumë për fatë atë, naftu njerëzit edhe shku me gjirumët. Në orën 4, në orën 8, se në orën 8 ndodhe komunikata kërë u lancu, pamë që ka të agim, por nuk ka reagim të BDI-s për atë se që ndodhe vërtet në komunë, me nën kryetarën e saj, dhe me atë se që është. Policia financiare nuk foli, besoni, nuk foli, se vetë bëm lajmi, nuk po foli policia financiare. Fatmir, kjo është Tash akuza nën kryetarit është që vetë ma quan. Kjo është një proces që ndodhen gjatë kohë. Tashmë procesi... Po tani ma shpjegoni, çka është kjo saksisht? Jo, ka plas filmi. Ta shihet në goditje të ulta. Unë nuk e di sa keni kontakte. Po kush po godit këtë? Jo, unë do të tregoj diçka tjetër. Sa presion ka biznesi shqiptar sot? Unë do t'ju numëroj 20 biznismen që UJP-n, DBK-n, edhe gjithë i kanë në kokë pikrish për këtë arsye. Pse janë të këtil, nuk janë të atil. E të është vëmëreja e humbën durimin, e sheh fundin, edhe i kalon limitet e politesave dhe të përdorimit të shtetit. Ta është fillon më keq përdorimi. Mos mendoni se nesër nuk do shkojnë të Teuta Arifi. Edhe të ajo do shkojnë pëse s'ka thonë kur janë. Të Nevzat Bejta shkojnë pëse ka thonë diçka. Të dikush tjetër do shkojnë pëse ka bo diçka. Zotri Bejta përqenë sa më korek. Zotri Bejta ka thënë që për shkak të deklaratës time që ka thënë nga kjo studie që nuk kom pas shqiptar që dëshiron me shku me vëmëron koalicion, është në kamere, pa ta në lajme, po deshet mu edhe me transmitu ta një shumë. Shumë me thjesht, është 2 minuta kronike, shumë jolë shumë. Zotri Bejta e tha atë që gjithë na e mendojnë. Mendojnë gjithë shqiptarët e mendojnë. E tash, Zotri Bejta nëse ti kente e zu ngusht e zu Aliametin, jo vëmëron. Mirë. A i tregoj një realitet që Aliameti mos i shkoje ndërmend gaboje. Mirë. E bartim fjallë. Kërkut. Vetëm të shtoj edhe diçka këtu. Se me qemi në këtë që... E kemi si lajmë të fundit të takimin me... Shkon policia financiare, nuk i tregon kryetarit. Pse ka shku taj të komunës? Po folje i cilë është e nën kryetar? Të gjitha informacionet të ke fundit të tjene dhe spekulime janë se në BDI po vlonë. Nuk vlonë. Janë kuptimin... Ka vendim prerë. Me vëmëron nuk shkojnë. Me zotë Jameti ishte të unë në studio nuk nda kur fa vendimit prerë. Ata që nuk dunë të shkojnë në vëmërotë. Për herë parë në ka ardhë ketë për ty, se për interviste ke bërë, Zotë Jameti është subjekt, se më në u subjekt në intervistu. Zotë Jameti e tha shumë qarë. Kryetari i BDI-s po mundohet të arsyetoj takimin dhe bisedimet me vëmërot DPMN duke moralizuar me atë të pamoralshmin. Pse? Thiret në një marrëveshje të majit, se imi marrë vesh njëherë, se fituesi në blokun shqiptar dhe fituesi në blokun Macedonas duhet bëjnë qeveri. Po dë nën kryetar të BDI-s të thanë që nuk vlen ajo, edhe të tarifën në këtë situatë, unë mendoj se kjo nuk duhet të vlej, bile, si pas meje, këta kryetar që kanë nënshkru këtë deklarat platformën, me qëfar platforme duhet të hyjet në një qeveri eventuale, mund të japin edhe nga një nënshkrim, në një deklarat tjetër, nëse duhet të sigurohen për zgjedhjet e ardhshme ose koalicionet e ardhshme, se partia fituese në blokun shqiptar do të bëj nesër qeveri me parti macedonese. Sepse mund të nëndodhë edhe herave tjera, mandatari i parë, ose partia fituese ke Macedonasit,
nuk mund të bëj qeverin, e bëni dyti, dhe mos të kape tash me mos të ket alibi, ose mos të ket arsyetim, nesër një kryetari një partije shqiptare, se unë duhet pa tjetër të shkoj me këta, sepse këta kanë fitu në blokun Macedonas. Ju vetë që Alajdini e përmendi, pas krejta saj që e bën, se në VMRO DPMN nuk kemi ne vetëm kriminalitet dhe korupcion. Ai korupcion dhe ai kriminalitet pastaj lidhet edhe me politikat e VMRO DPMN-s, konceptin e VMRO DPMN-s. Unë nga ajo që di, partit të cilat i thonë vetës janë konservative, demokristiane, në një shoqëri multietnike, ato parti vështirë pra që munden ndonjëherë të koalicionojnë dhe të punojnë në interesin, si që themi ne, multietnik, dhe këtë rast edhe me interesin e shqiptarëve. Dhe këtu është ai problem. Për të nxjerrë për kësaj situatë, ose për të dalë nga kjo situatë, unë mendoj se kryetarët e partive tjera shqiptare, parlamentare, duhet të iniciojnë edhe këtë, që mos të ndodhë 2006, sepse partia fituese Maqedones e këtë e ka shfryzuar në maksimum. Në bisedime kur i ka ullë këta të parët e shqiptarëve, që kanë fitu në zgjedhje, ai ndër tjera të ka thënë kështu: nëse ju nuk doni me këto kushte të hyni në koalicion me ne, diku pas dere për tjetri. Dhe në atë moment, thënë popullor që pazari i marrëveshjes bije. Tash kemi një rast pak më të mirë. Kemi një marrëveshje cilën e kanë nënshkruar si deklaratë. Ismet ke një problem. Ky koncepti fituesve moti është prish. Moti është prish. Nëse ju kujtohet, ti kur ke qenë deputet, ne kishim marrëveshje. Ju kishit 14 deputet, ne kishim 11 deputet. Kush është ne? Ne PDS-ja asaj kohë, për PD-n flasë edhe PDS-n. Sa kohë isha PDS. Edhe çka ndodhi? Ndodhi koalicioni ideologjik. Ideologjik. Do me thonë, u prish. Shife absurdin. Hynë partit politike shqiptare në marrëveshje. 2 parti. Ti ke 14, unë i kom 11. Ti të bëhesh opozit, unë të bëhem pozit. Si sqarohet kjo? Sqarohet me konceptin ideologjik të shtetit, që thotë se u bë koalicion. I majtës shku në opozit, e djathta, ta shkushtimisht flasim për djathën, se të ne djathë e majtën është punë ngatruar. Ne bëm koalicion, edhe ky koalicion funksionoj. Në këtë mënyrë u vazhdo në 2006, dyshi, e përzun BDI. Nuk e përzun për diçka tjetër. Jo, 2006 është. Po, e përzun për të disiplinu. Dhe bën koalicion për sëri parimor, për sëri ideologjik, për arsye se koalicioni VMRO, BDI është koalicioni ma jo parimor që mund të ekzistojë. Ajo është koalicioni i një partije nacionalist me terrorist. Kështu nisi koalicioni, me këtë e kërcënën Gruevski sot Aliamit i thotë, a e mbash mend, pse të mora unë ty si terrorist në koalicion, edhe të shpëtova që të bësh faktor politik, sot ti duhet këtë të kresh. E kom fjallën se këtë koalicionime janë mbijat formale, fitus me fitus, humbës me humbës. Koalicionimi ka një qëllim, si të bëhet shumica. Në këtë rast, VMRO-ja a mund të bëje shumicë. Edhe zogjt e dinë se së në banë. Edhe unë mendoj se jo. Tu është një. Mirë po, shumica tjetër. Ta është paraqitet problemi i shumicës tjetër. A ka kapacitet sot LSDM-ja, që është partije majtë, që është koncept social-demokrat, që është koncept ka liberalizmi, që është koncept i multietnicizmi, që është koncept më progresiv se e djathta në kuptim të... Por që është që 10 ditë, por që është për 10 ditë për platformën. Te e majta, të këthejmë të platforma. Mund të jetë liberale, ama... Jo,
unë dhe këthejmë të ajo se unë këm pësu më te përse ju. A ka kapacitet sot ajo të shpëtoj shtetin? Pse? Për arsye se gjithë këto që i tha, sot heshtën LSDM-ja, edhe heshtja asaj është puna më strategjike që e bënë. Pse? Qka do që të thote sot, derisa jonë bisedimit, ajo dëmëton. Pse tha, pse nuk thae. Pse mendove, pse s'mendove. Këtë e prek vëmëroja. E në këtë situatë, është shumë e rëndësishme. Që të kalujmë fjallë? Mirë. Po dëgjej, thash, barone. Në këtë situatë është e rëndësishme pozicionimi i partive shqiptare. Se, teknikisht, nesër e refuzon edhe LSDM-ja, themi, nuk bën koalicion. Teknikisht ka të ndodhe, dhe hymë zgjedhje. Po zgjedhje në kemi që 10 me rend, se di sa u bën, nuk prodhojnë kur gjë. A mund klasat politike të mbjetojnë me këta zgjedhje të pafundshme, që nuk japin rezultat? Këtu unë mendoj, fajin e kanë partitë shqiptare, se nuk kanë alternativë. Ndoshta alternativën në e dojtë 2001. Mirë po, alternativë sot partitë politike që bëjnë alianca duhet të kenë. Se nuk duhet na të jemi të mvarur prej fatit të VMRO-s ose prej fatit të LSDM-s. Se na sot jemi të u prezentu si shkatrus të Macedonisë. Kjo është problemi. Andë vërtet, mbrojtës të vërtet të Macedonisë janë shqiptarët, partitë politike me platformat, me kërkesat, me realitetet. Nuk mund askund të mbot sot dëgjuesia të jetë handicap. Përveç në kokën e Gruevskit, përveç në kokën e Putinit, përveç në kokën e Nikoliçit, që do luftojnë Kosovë. Po me këtë do luftojnë. Po, më falë, Fatmir, se... Po du me qenë sa ma konë që të kemi këtë kohë për me folë. Se teknikisht... Barabarë se betëm, se e di që ka plët për të folë. Më falë një bese, ndoshta për këte për flasë, po, jom të esenca se nuk mund sot politikën të ulish në atë, a të bësh koalicion me Gruevskën apo me atë. Kjo është gabimi. Kjo është ajo që e mbanë Macedoninë në këtë deregje. Kjo është ajo që e prodhon në mënyrë permanente krizën, a populli më duket se ka fillu të kuptoje se VMRO-ja nuk është shpëtimi i Macedonisë. Nuk është Macedonia VMRO. Shqiptarët nuk janë anëmiq të Macedonisë. Një proces që shqiptarët sot e kërkojnë është procesi më i natyrshëm, më demokratik, me gjithë standardet ndërkombëtare botërore, po e tash na kemi problem me këtë koncept. Këtë duhet ta mundim. Në këtë fazë, këtë mundim me jo koalicionim. Faza tjera du të paraqiten problemet tjera. Një du të komentoj për atë Ngostivar, si jam për Gostivarit. Po, mendoj se ajo është një pjesë e të njëjtës strategji si me atë intervjuën që kishte në Republik, të presioneve, të kërcënimeve, ato janë, si tam për mu, loja pak shumë e kujt. E më rëndë për mënesje, është pa, tash ne nuk mund të besojmë se LSDM-ja se e ka që policinë financiare në komunë në Gostivarit. Definitivisht ajo është në kryin ative strategve dhe për mënes, po bile dhe ajo interviste e cila bë aqe famshme, po gjitha ato megafonat dhe për mënes e citojshin edhe gjdo pike dhe gjdo presja që, po edhe pjesën kërcënuese. Po, për t'i friksua, për t'i bënë nervoz. Është pjesë asaj strategjie që e thash në fillim, të bërjes, tensionit edhe të frikës në opinion se kush e di çka të ndodhë në Maqedoni nëse nuk arrin sukses VMRO dhe PMN-ja të bëne koalicion. Se ato janë shumë të vetëdijshëm, se disa momente i kanë shumë pafavorshme. Të trep ato pikat që u sumun nga anë liderit BDI-s, janë 3 pikat cilët kanë qenë ma kundërshtuese për VMRO dhe PMN-n. Tash dëkush ose duhet të përcjellat knedlën, ose duhet të përgatitet për në opozit. Edhe ajo situatë shumë e qartë në të është zdi edhe pse ka nevojë të elaborojmë se dëgjuesia edhe gjatë kampanjës zgjedhore ishte motivi kryesor i sulmit VMRO dhe PMN-s ndaj LSDM-s. I
kryesori. Bile e zmadhojshin deri nivelin e ndarjes shtetit në dy pjesë. Do me thonë federalizim, ndarjes shtetit në dy pjesë. Nuk është federalizim ndarja shtetit koqit. Jo, ato ashtu e dish. Ato po, ama nuk është. Pa ato e dish. Do është të ketë një logjik për... Do është të ketë një logjik për publikun ma gjë. Shef, unë të do të ketë një logjik për publikun ma gjë. A i thunë të digjusi, federalizim, konfederalizim, ndarja shtetit. Që kjo ishte pjesë e kampanjës të vëmëro dhe pëmnes. E dyta ishte mbrojtje e shtetit, e treta ishte riziku cilën ato jënë të vetëmi cilët mund të mbrojnë. Po ne gjithë e dim se pasionin ma të madhë, kundërshtues ato e kanë ndaj prokurorisë speciale, edhe atë mund ta bisedojmë më vonë. Po them, edhe ajo që ndodhi me Gostivarin, se ishte debate ishte ai i cili publikisht e tha këtu në emisionin tuaj, tash e shohim ne se ndodh. Tash ne duhet gjithë ta logjikojmë se ajo është e rastit, ja, nuk është ajo e rastit. Nga ana tjetër ne përmendëm konservativizmin. Shqiptarët nuk kanë problem me partitë konservative. Po ta definojsh DPMN si parti konservative është pak gabim, veçanërisht këtë koalicion. Ai koalicioni ka, ai koalicion fitues. Ai koalicion që e quajnë fitues, ka fuqit e majtat Titos mrende, ka Partinë Socialiste prej ditës të parë, i ka gjithë minoritetet maqoni, do me thonë është një diversitet i mbrendshëm, po edhe ka politika shumë të majta. Ma politika të majta se kjo qeverisë ka pas kërkush me gjithë subvencionet, me gjithë ato aktivitetet cilat janë karakteristiket majtës. Jo të gjatës, nuk ka të gjatë në Evropë e cila insiston aqë në subvencione. Po them, ne tash duhet të bëjmë një famë rreth asaj, a do të pranoj vëmërojt, ose s'do të pranoj, a do të formojë qeveri. Qeveria mund të formojët, nëse pala shqiptare është konzistente në atë që e ka thanë, edhe BDI-a nëse është konzistente, vëmëroja nuk mund të formojë qeveri pa me i thy gjithë principet në bazë të cileva i ka fitu zgjedhjet. Ajo është e para, edhe e dyta, ne nuk mund të ashtë paragjikojmë se edhe pala tjetër nuk do t'i pranoj ato parakushtë. Unë një shumë i bindën, spaku në bazë qëndrimeve të opozitës, gjatë kampanjës parazgjedhore, se këto çështje nuk janë kontestuse, spaku këto 3 pika. As integrimet euroatlantike, as prokuroria speciale, as digjuhësia. Nuk janë kontestuse për opozitën. Para zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve. Jo, shef, tash, ama ne nuk mund për këtë parin, për këtë parin, ne jemi shumë të bindët, për këtë parin, për DPMN, ne jemi shumë të bindët se si pranon. Ose nëse i pranon, i then principet. Ki dyti thot se për atë nuk janë kontestuse. E tash ne të shkojmë solucionet edhe t'i përmendim, unë mendoj se jam pjesë edhe e prodhimit vëmëro DPMN-s këto ideja për zgjedhjet parakohshme. Nuk ka logjik nëse shkaku kryesor në maqoni i mos themelimit qeverisë janë parakushtet e subjekteve politike shqiptare, ne nuk e di çka kërkojmë në sistemin politik. Çka? Do të bëhet në një shumicë tjetër e cila këto parakushte, cilët janë të vendosme prej subjekteve politike shqiptare, do t'i pranoj jo. Ne vetëm hyjmë një cirk visuos i cili nuk mund t'jep rezultate. Atër subjektet politike shqiptare, si që ullën për platformën të arinë në një marrëveshje, do t'ullën qofin për një orientim tjetër politik shqiptarve. Edhe e dyta, kjo se mund të ndodhe në të ardhmen një subjekt politik Macedonas, të zgjedh partnerin politik shqiptar, kjo nuk do të bëhet mbas kësaj platforme, se çdo subjekt i vetëdijshëm politik shqiptar do të di se çdo lëvizje asisoj do të ketë pasoja absolut negative për njëjtin subjekt në zgjedhjet e ardhshme. Ne tash parlamentarizmi nuk kupton cikle, ne nuk mund të konkludojmë tash se nëse një cikël nuk arrihet, fitoria edhe ka mbaru dinja, jo, ka cikël tjetër. Po çdo subjekt i cili mbas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare do ta kërcej këtë tendencë ose këtë inshallah bëhet tradit e subjekteve politike shqiptare t'i vendojnë disa parakushte të përgjithshme, ajo do të ketë dame politike. Tash mund ndodhe nesër BDI me vëmëron në shkryjnë marrëveshje koalicionimi. Po ne gjithë e dim se nëse ajo ndodh, do të ketë shumë e damshme për BDI-n ose
mundohet ajo të bëhet, po do të jetë shumë e damshme për VMRO-t, se do duhet të bëhen koncesione cilat për atë definitivisht do të jenë të damshme në zgjedhjet e ardhshme. Ashtu që nuk ka këtu ndonjë filozofi shumë të madhe. Ajo është kundërshtuese. Spaku për këto 3 pika, ne nuk e dim cili është qëndrimi i LSDM-s për genocidin ose për krimet e luftës. Nuk e dim. Në strukturat kriminalizuara nuk ka logjik politike. Nuk flasu për shefa ma edhe ajo është subjekt politik, edhe që ka deputet. Nëse në një moment, një grup e vogël, e VMRO dhe PMN-s, interesat e vetaj i vëndon pjedestalin më të nalt në dam të grupacionit vetë politik, unë mendoj se edhe që mundot që deputet votojnë kundër. Tash ne nuk mund t'i paragjykojmë gjithë deputetët se jo vetëm maqineri votuse. Edhe ajo vlen për gjithë grupet politike. Unë mendoj se do të kishte reakcione negative edhe nëse shkohet në një... dëni për mos unitetin e grupe parlamentare. Unë mendoj se do të kishte në një reakcion edhe të mbrenqme e subjektet politike shqiptare nëse shkohet në një avantur të pakushtëzume. Se ne mos harrojmë, 2006, 2008, 2011, kushtet i ka vëndu VMRO-ja. Se mos i kishte vëndu kushtet VMRO-ja, atër ne disa qështje di kishim përmbyll edhe vitet e kalumet, nuk ka ne ato pa kushte, ju keni fitu, ne keni fitu, a him, jo. Aty disa para kushte ose disa kërkesa të BDI-s sigurisht nuk janë pranu, e nuk kanë qenë pjesë e programës. Edhe e treta shifnine, ne kemi një tendencë shumë negative të VMRO dhe PMN-s edhe ndaj sektorit civil. Po jo vetëm sektorit civil, po edhe ndaj USAID-it, edhe disa partnerve, spaku partnerve shqiptar serios. Unë e lexova reakcionin e BDI-s se është kundër asaj. Po tash, ne nuk mund të harrojmë, ose çka na ndodh në Gostivar. Unë besoj se BDI është edhe kundër asaj që ndodh në Gostivar. Po s'ka mehanizëm të ndërpresat policinë financiare kur ka shkuar në komunën e Gostivarit. Çka do të ndodh nesër nëse hipotetikisht ato lidhin koalicion? E Gruevski i shpall luftë sektorit civil. BDI-ja do të protestoj, se ai do t'i mbaj mehanizmat me cilët do t'a sulmoj shoqërinë e hapur, shoqërinë civile, do të burgos, do të bëj gjithë ato mësi që i maj mulluqe cilat neve na ka ndodhë këtu, palet që të shka do të bënë, do të proteston. Prandi, floskule ato nuk pajtojnë. Nëse nuk pajtojnë, do të vëndojnë para kushte. Ose i menagjon mehanizmat që ai i cili hapta se ka paralajmëru, se do të ta desoroizoj Maqedoni, aja të ka plan shumë të hapër edhe për të bo. To qëndrime nuk do t'jem vetëm qëndrime kundërshtuse, se edhe ne këtu besoj jemi kundër asaj tendence për desoroizim. Po, cilat janë mehanizma që ne kemi për ta pamundsuat, nuk i kemi, dërsa subjektet politike i kanë. Edhe ato nuk duhet vetëm deklarativisht jenë kundër, po duhet edhe të reagojnë për ato tendenca negative. A mos flas për gjuhën shoviniste, gjuhën anashkaluse, gjuhën e cila neve na kriminalizon. Nëse ne anë blok ja apim drejtën e fitusit palës tjetër që të formoj qeveri, ne e legalizojmë gjdo tendencë të palës tjetër për vokabular jo dinitos, për sulm ndaj shqiptarëve, se fakti që ai fiton ja amneston gjithë ato gabime tjera e tash bën ti qeveri pse ke fituar. Jo, ai mehanizëm është mbrojtës për jo shumicën, unë shumë herë këtë studie kom thonë, është për jo shumicën, është mbrojtës. Mos ndodhe ai të fiton edhe t'i zgjedhë tjerët, po jo edhe për shumicën. Shumica duhet mbrohet se është më e përgjegjshme, duhet jetë më e përgjegjshme. Është shumicë edhe duhet ajo sjellje të reflektojë edhe në kampanjat e tyre parazgjedhore. Ajo tash ne t'japim votën subjektit politik shqiptar, edhe ai ta legjitimoj edhe t'jap pushtet qeveritar dikujt që neve na shan, na bën indian, na bën popull e këtë diku. Shtyzymberi. Unë deshta dala ti pikërisht ku e ceku se partia shembull BDI e cila ishte 15 vite, 16 vite në qeveri, në shumë të në rasteve ka pas mundësinë edhe shumicën 2/3 të votave që për të bërë ato ndryshime kushtetuese për cilët sot thirret. Unë realisht thomë jam pak skeptik në seriozitetin e kësaj marrëveshje për cilën kanë nënshkruajtur edhe parti tjera edhe për mendimin tim edhe mendoj që është gjysmak me shumë mangësi, po megjithatë në këto situata, në këto rrethona me kaq numër të deputetëve, duke pas parasysh se është e pamundër për të bërë ato ndryshime kushtetuese të cilët kërkohen këtë marrëveshje,
Më ik mendja ka njerë, thomë se me këtë kam ngullësin, në këto pika, mos më është në shërbim të vëmëros, e cila me kam ngullje të në tonë të shti afatet, të qonë shtetin edhe njëherë në zgjedhje të parakoshme, me qëllim që të morjet kohës edhe realisht a e shifni se gradualisht edhe është duke lodhë popullin me këtë situatë që njerëzit ngrejnë dorë edhe nga e situatë, a i ka mundësit për me në stazat gjata me shty kohën. Hipotetikisht, në këtu studio ishin tre. Këtu në qatë rol du të alymë sot, këtu Po e thanë që të tre lider nga kjo studio, pa platformë, s'ka qeveri. Edhe aty është problemi se shqiptarët në këtë duhet të gjenë një zgjidhje, definitivisht thamë, vëmëroja duhet asë nuk duhet lejot bisedohet me ta. Duhet me këto mundësi që janë të ullin me LSDM-an, nëse ka mundësi opcion për të gjithë një gjume për bashkët, për të realizu këto marrëveshje cilët janë në këtë dokument, edhe nëse disa nuk janë të mundshme me këtë numër, s'pako tjetë një afat kur të kryohen ato mundësi. Ajo që mu ma shumë ti në qonë të amendoj këta, ajo se vëmëron duhet s'paku një vjetë ta eliminosh nga pushteti. Që shkon në opozit, s'paku gjitha strukturë që e ka në shtet, në gjitha poret e shtetit, të arrijet të shkullet, në gjitha sistemet e pastaj të kryon disa kushte për zgjedhjet demokratike. Na pavarësisht kësaj marrëveshje, për shqiptarët edhe në zgjedhjet e ardhshme edhe nëse shkojmë, na nuk kemi prap kushtet mira demokratike për fituat numër për cilën shqiptarë gjitharë thonë se ne mund të fitojmë mbi 30 deputet. Me këtë kod zgjedhor jo. Lutëm shumë. Kish fitu BDI-a 20 deputeta, mendoj se do kishte marrëveshje shqiptare. Jo. Këtu është pralla. Për çata Këtu lindën problemi. Dobësimi, jo. Këtë parës e preka unë pakës, po nuk arrita. Këtu është problemi për arsye se dobësimi i gjithë partive shqiptare e prunë këtë situatë që partit politike të bëjnë një platformë. Pse? Për arsye se elektorati ta shplet. Nuk plasin partit politike. Është një hap para politikës edhe ky elektorat kërkon. Këtu është logjika e këtyne partive politike, se të kish fitu PDSH-ja, të kish fitu BDI-a, s'kishte muhabet sot për platforma. Çdo kush do të shtyjë, ashtu si u shtyjën dje, ashtu si u shtyjën për dje, kush do bëhe koalicion. A ky aj. Fatmirësia e kësaj është se kriza etnike, kriza politike, kriza ekonomike thellohet, edhe jo partit politike, por elektorati vetëdijsohet. Kjo është punë e mirë. Po, Lutëm shumë, pastaj të shtira më ndonë. Unë mendoj dy pojenta këtu që duhet sqarohet. Po, për vazhdimin e mandatit prokurorisë speciale duhet kërkun nuk përmendet edhe krijimi i gjykatës speciale. Gjykata speciale krijohet me shumë thjeshtë. Po edhe prokuroria speciale mund transferohet te prokuroria e rregullt, edhe ajo me shumë thjeshtë, po me disa ndryshime me shumë. Jo, prandaj edhe disa ndryshime bëhen me shumë thjeshtë edhe në ligjin e prokurorisë, i cili mundson një prokurorie cilën ne paragjykojmë se është e rregullt, se është objektive, do të mund të bëj punën e vete. E dyta, çështja e gjuhës, ajo nuk nevojitet 2/3? Jo, nevojit. Jo. Jo. Nuk nevoj. Ti më preambulli, ki problem. Në gjuhën. Albert, edhe për prokurorin, edhe për gjuhën. është problemi është problemi vullnetit politik. Kush ka pru vendim që të ketë konsensus për prokurorin speciale? A është prokuroria speciale kategori kushtetuese? A është jashtë kushtetuese? Prokuroria speciale, Albert, është një marrëveshje për arsye të deviacioneve. Ajo paraqitet si rezultati një kërkese dhe një shteti në moment të caktuar. Gjyqi i Hagës, pse u paraqit? Gjyqi i Nürnbergut, pse u paraqit? U paraqit si rezultati i luftave. Kjo prokurori paraqitet si rezultati i krimit të organizuar. Po, ma ju po fletni nëse bëhet me marrëveshje, unë po flas me këtë s'ka nevojë marrëveshje. Nesër shumica e ardhshme, LSDM me diken, mund të sjellë vendim për vazhdimin e punës së prokurorisë speciale me 61 vota. Kurkun nuk shkruan se duhet 81.
Kurkun. Ama nuk duhet Kjo është e klim politike. Jo be, për gjuhën. Kurkun nuk shkruan në kushtetutë se gjuhë duhet 81 deputet votojnë gjuhën të bëhet, kështu ose ashtu. Ndryshimi kushtetutës? Jo, s'duhet. Po ndryshim kushtetutës ke për ndryshimi Kushtetuta e thotë si marrëveshje e Ohrit, është puna ke ligjit. Kushtetuta thotë çdo gjuhë që ne folin mbi 20% është gjuhë zyrtare. Po çajo duhet ndryshohet, si pa e ndryshuar atë se ban Kushtetuta e gjuhë. një gjuhë në Shqipe. Ka mundësive të pa. Ajo e njeh gjuhë. Te mbaron Albeti. Mbaron Albeti. Jemi të barabartë në... Do me thonë, Këtë mbaron e të ju. Isme ta mare. Si të bëhemi barabartë me Ismet kur si jemi. Do me thonë, kjo amuli është me qëllim e lishume në opinion. Për të tre këto pika, nuk ka nevoj për ndryshim të kushtetutës. Për ndryshim të kushtetutës ka nevoj nëse në kushtetut a i termini mbi 20% ndryshohet me shqiptarë. Edhe ne nuk mund të paragjikojmë se në situatë hipotetikisht as flasë, ku do të ketë një shumis tjetër, ku prokuroria speciale ose e regullta do të punoj konform ligjit, ku ato cilat kanë bërë krim, cilat i kemi ligju, do të përgjigjen para ligjit, nuk do të ketë ndonjë ndryshim edhe të shumica e vjetër. Ne nuk mund t'i paragjikojmë se nuk do të paraqiten 20 deputet ose 12 deputet tjerë edhe nga koalicioni i VMRO DPMNES, i cili nuk është aq homogen. Ne tash e marrim se gjithë janë homogen. Jo, s'është. Mund të votojnë për prokurorin speciale. Tash ne nuk mund, amblok thujmë se ato janë gjithë kundër sundimit të drejtës. Edhe e treta, nëse në ndodhin neve zgjedhje të parakoshme, dëkush do duhet shkojnë në parlament edhe ta çojë gishtin. Votojnë 61 vetë ose një shumicë, edhe neve, pas të si opinion, të na sqarojnë pse ato kanë hyrë një cikël 3 zgjedhor. Kjo është... Albert, ka edhe një problem tjetër. Tash puna ka... Dikush duhet shkoj në burg. Shumë shkurt. Nëse nuk shkon Gruevski me elitën, do të shkoj prokuroria speciale. Kjo është dilema. Për arsye se gjithë subjektet që i shërbejnë këtij pushteti, këtij regjimi në këtë mënyrë, janë kundër prokurorisë speciale. Ato do të ngrenë akt padi kundër këtyne. Prokuroria speciale është në pozit o të fitoje betejën o të shkojë në burg. Ashtu kanë ardhur raportet. E tash parlamenti i ardhshëm, majoranca e ardhshme e ka këtë fuqi. E ka këtë fuqi. Jo, unë kam fjalën se nuk duhet të prishim konceptin e emisionit si e keni mendu ju. Ne duhet të kemi një fakt parasysh se ne duhet të luajmë rolin në këtë rast të inkurajimit të partive politike shqiptare, parlamentare, që kanë nënshkru këtë deklarat, këtë platform, që si ata të jenë faktor në këto bisedime për të kriju një qeveri. E para që duhet, guximi politik dhe kthimi i shqiptarit në vertikale. Definitivisht shqiptarit duhet të jep fund në nënçmimit, do me thënë, dikush ta nënçmoj, dikush ta poshtroj, dikush ta marginalizoj e kështu me radhë. Dhe këtu, çka është guximi politik? Definitivisht, VMRO DPMNE-ja, me që me paraqitjet e veta, do me thënë, dhe bashkë me megafonët e vetë, shqiptarët nuk i bën hesap. Ose shtiret se nuk i bën hesap. Unë nuk e din mbrendia ta si është e ata, a me dini njef ma mirë, nështë? Por si do që tjetë, kjo duhet. Menquria tani ku është? Menquria është në këte. Nëse jepet taj që unë shpeshe përmendi, grushti politik, VMRO DPMNE-s, kësaj strukture, qoftë nacionaliste, fashiste, anti-shqiptare, anti-perendimore, anti-NATO, e kështu me radhë, me elemente që kemi thënë në këtë studio pro-putiniste, pro-ruse, e kështu. Dhe me thënë, sa do ne duhet sa ma herët ti japim një grusht ati mendimit mbrapsht, ati konceptit mbrapsht, të asaj strukturet kriminalizuar, e cila celofanin ose atë mështjelësin do në të kërkojtë ndo një nacionalizëm ose interesa të larta Macedonas. Edhe ku vim tash. Qa duhet tash duhet të bëjmë? Neve duhet
Partitë politike tona shqiptare tu tani, me që e kanë bashkë platformën, e kanë deklaratën, ke pala Macedonase ta identifikojnë atë pjesën progresive Macedonase. LSDM. Atë ke Në fjallë. Je këtë romantik, fakt, në këtë rast- problemi është e ky. Çka nëse LSDM-ja nesër si pranon? Ajo është hipotetike tash. Po jo me hipotetike reale. Hipotetika jo s'po folë që dhe dipë se po hipotetike. Qojmë Që dhe dipë se mandatar. të folë, pëse po thënë hipotetike. Qojmë mandatari që ka do Po thotë. me hipotetike mund t'jetë reale. Ne po flasim Nesër baza prej asaj që presionit deklaruar. vëmëroz, Po, jo. Zaevi thot, nuk mund, do t'a pranojmë. Prokurorin speciale gjunë se pranojmë këtë se pranojmë. Nuk e Atëherë, kisha Lajdi, nuk e kisha unë se në qose me vëmërot dhe pëmënen shqiptarët e mbajnë këtë qëndrim. Po s'ka thonë zyrtarizimin, po përdorimin e gjuhës. Se me lesë dëmën, këtë vertikale që unë e thash, ata duhet binë tash të rëzohë. vertikalen e kërkojmë. Prej komplet asaj se qa ka thënë vetë Gruevski. Falë, vetë Zajev. Vertikale është puna jote. Po nuk duhet varet prej ati, duhet varet prej Po shqiptarët. e di që ka shumë insete, po këtu e ka përdorimin, jo zyrtarizimin. Jo në me shpëtu, ti du të mbajsh edhe dignitetin politik, edhe dignitetin kombëtar, ti du të bisedojsh. Ata e kenë qenë se Po, se ke alternativë të tash. shpi qeverisë. Po, Se ti e ke numër. bisedon, Ismet, Apo, nëse bisedon nuk e me pranon edhe LSDM-ja, çka bëjnë partitë politike shqiptare? Kjo është. Nuk hy- Teknika është nëse thuhet, dhe Po bëjmë nuk hyn zgjedhje të qeveri. reja, dhe bëjmë qeveri teknike, hyn qeveri. dhe bëjmë këte, dhe bëjmë atë, ato janë punë prallash. hyn qeveri. Jo, po, çka të bëjsh me nëse si është qeveri? po nuk mund Po bëhet çka të qeveri. bëjsh? Po të gjënë, nuk është bëhet ende koha, alternativë. është ende koha një gotë mirë. Cila është Albert, pozitiva? lutem shumë. Po Mund ta çka bëj. bëjsh? Ju mbej ta bërgjuve. Zoti Zymberi urdhron, e pastaj do i kaloj te. Je buri mençëm. Çka të bëjsh? Një sekondë. Dalësh Te jashtë. mbarojnë, te mbarojnë, te mbarojnë. Jo, ata unë e çka kom do për bëjnë? ligj. Po, Veç pak, Po. veç pak, Albert. Çka të bëjnë ata? Kjo që do të bëjë, Duhet veç të pak. shpallish Zoti parlamentin Smet. tënd, Zoti duhet Smet. të shpallish Zoti komunat Smet. tuja, Vetëm këtë pak. nuk e kanë partitë politike. Se Nëse- nuk mund ti tënë jetën të lutish LSDM-n, të lutish VMRO. Zoti Sela ka thënë pikë këtu në studio. Zoti Sela ka thënë në intervistë. Ser Ka tren. thënë, Po ja ktheu trenin. Si ja ktheu? Po ja ktheu. Si ja ktheu? Vazhdon pralla e treni. Po veç ndje kemi... është një ansore kjo pralla e trenit. Po në shqiptarët jemi aq faktor Nuk këtu në hin atë. Ballkan. Unë Ta hinte- lejojmë tash neve një Nikola Te Gruevski vullneti politik shqiptar i cili servilizohet Unë- që më vare, unë jo rasisht, he prej VMRO-s, he Po. prej LSDM-s. Ta çka është pralla? A ne mashtrojmë si shqiptar, a ne rejmë, a ne jemi njerëz real që kërkojmë një proces demokratik të jemi shtetbërës edhe këtë shtet të ndjejmë toni. Kjo është esenca. Nëse i lusish 500 vjetë, Ma kush tha këtu se i lusim me Apo Lajti? ta I ndëgjojmë Kush gjithë tha këtu se i ndëgjojmë lusim? gjithë 2 ditën. minuta kanë folë për se Folbe. Seriozisht. Folbe. unë i thash që ju kërkoj ndjej se metodë, jo s'keni Jo, folë ma- 2 minuta, mos ma bëni kështu ta. Mos Po, bëni 2 po, keq minuta, ketë kuptohet, folë pra, para Mos pas. se- ndjej keq po edhe keq ti po- mos ndjej keq, Jo. nuk është problemi i marrjes hapësirës, është problemi i Jo, sensit. jo, por para ta shtira, po keq kuptohen aso në penisi dikon ju s'polini fundin me qit për me kuptu ku është ajo që po e thonë. Seriozisht. Edhe atëherë është keq kuptim ajo. Unë jo rastisht në fillim e thash këta, sepse nëse e dënon VMRO-n, LSDM-s ja ke dhënë një gol pin korner për shkak se ja ki bën me dyje se edhe ti nëse përdor fjalorin nacionalist, Ti dënoj edhe më ti do shumë. ta kesh të njëjtin fat. E dyta është, nëse kjo platformë, unë e thash, për ata, jo rastisht e përmena në sartë, se inshallah është serioze kjo marrëveshje. Apo tonë se unë kam dilema për shkak se gjatë gjithë historisë tonë kemi pas probleme. Kur ka puna po të realizuar dikush politika kanë vënë në shkrime, ti besoj në shkrime kur bëhet puna. Unë e thash me këto mangësi, nëse është serioze kjo marrëveshje, atëherë koalicionimi me LSDM-n, jo na ta lut me atë. Ai e ka tash situatën me na lut neve. Edhe normal, ato që mund të realizohen, mund të realizosh me ta. Në momentin që ai tregon veten se nuk ka për gjuhën shqipe, shumë kollaj e keti. Ditën e mirë, ditën e mirë. Në këtë rast, edhe që ato 70.000 votuesve shqiptarë që kanë votuar LSDM-n, nesër do t'ja bashkë me dje LSDM se nuk i kemo që ato njerëz. Për shkak se ato njerëz kanë shpresuar në premtimet që i ka dhënë Zaevi. Në këtë rast ti do t'i fitosh 2 lufta. Njërën do t'a fitosh që VMRO-n, do t'a qesh me një fjalë, do t'ja bashkë me dje Do se të faktorizojsh, du të thush, do të Edhe faktorizojsh e dyta, vete. ki serioziteti, nëse është seriozitet, thash i këtine partive politike, cilën populli shumë vite me radhe ka kërku këtë unitet. Këtë platformë
pavarësisht cila parti... Po kuptoj pse jeni kaq skeptik për marrëveshjen kur 3 liderët i kanë vënë në shkrimet e tyre. Po e kanë vënë në shkrimet, po ai përcjell edhe në deklaratat. Mas miri ti e kupton se jemi skeptik. Se kishe Aliametin këtu, edhe dëgjove dhe përjetove skepticizm. Tash me çfarë më thoni? Zotë Aliameti ta pa platformë nuk ka qeveri. Ai vend përgjigjes ti ofroj 6 pyetje. Sot a duhet njëri i mençëm të jesh thush, o me LSDM-n, o kundër LSDM-s. Taktizimet politike në qarta. Pa taktizimet politike është taktizim politik. Pyetja politik. ishte konkrete, a të bësh koalicion? Po e di si ishte. Këtu është skepticizmi në këtë drejtim. Për atë arsye ndoshta edhe ndoke këtë që po e paratjes mendon dikush se që janë për LSDM. Unë e di që janë të njëjtë si ai. Momentin e kemi, kartën e kemi shumë të fuqishme me LSDM-n të realizojmë spaku diçka nga kjo marrëveshje për cilën kanë nënshkruar partitë politike. Se jo që ata janë diçka mas mirë, po momenti është i tillë që ai 10 vite na ka shkatruar në mundësitë në gjitha atë sa ka mund. Këto po e japin një hap pozitiv, po tregojnë pozitivitet që janë të gatshëm për të bashkëpunuar me shqiptarët tani, hajde ta provojmë. Po nuk shkoj, ka metoda tjera të cilët duhet tulen prapë që ato nënshkrues, vendosin për hapa më të tjeshme, na nuk mund të flasim për tash se çka duhet bëjmë. Unë jam shumë i bindet se nëse VMRO DPMNE nuk e pranon, jam i bindet se pala tjetër. Publikisht paktën kanë thënë një. Dëgjum. Jo, nëse VMRO DPMNE nuk i pranon që këto 3 pika, cilët janë para kusht beton për të hyrë negociate për qeveri, jam shumë i bindet se opozita do t'i pranoj. Jam shumë i bindet. Sorosi thët? Jo, nuk o punë Sorosi, po është punë... Jonë qështje të të shpikë këta punë. Që e fetishizoj me këtë deklarat nuk është kush e di qëpa me kërkesa maksimaliste. Cile? Qka ka atë? O zëti e unë jëmë si ti, veç unë e parasho se këta nuk jënë të gatshëm. Për arsye se tash kthehet lufta ndër maqedonase. Kush a e kuptoni ju esencën? Esenca është kjo. Kush e shet Maqedonin? Ama ke esencë jam të erë. Hajde, erdhe. Esenca, shte unë duhet shke me faza. Faza e para, se pranon VMRO. Se mund nesër të pranon e VMRO-ja. A është ashtu? Para gjykojmë këtu. Thujmë se nuk e pranon VMRO. Mos e ka pranu. Tash i ofrohet LSDM-ja, ti pranoj ato kushte. Nuk i pranon LSDM-ja. Tash folimi, mund t'i pranoj, mund mos i pranoj. Nëse si pranoj, këto subjekte politike shqiptare, me këtë unitet, nuk kanë që shkërkojnë ka jo skenë politike. Duhet presin, të vetë organizohen, kur skenë politike do të paraqitet eventualisht në i subjekt i cilë i gatshëm bisedoj, se nuk ka logika, a konteste, s'ke që shkërkojsh. E dyta, unë nuk jom aq skeptik për ato nëshkrimet që i ka mëndu ati. E parë është sensibilizu. I besan marrëveshje. I besoj. E pike parë është sensibilizu opinioni, dhe më thonë disa punë nuk kalojnë. 2098 nuk kalon aq kollaj tash. është sensibilizu opinioni. Edhe dyta, ne e pam gjatë ciklis zgjedhor se çdo veprim jo adekuat ka edhe pasojat e veta politike. Po. E tash ne nuk mund në subjektet politike t'i marrim aq monolite. Këto ishin vetëm të shqiptarët. Vetëm shqiptarët reaguan kështu. Se Ama ne flasim për subjekt. Macedonasit nuk e dënuan VMRO-n. Macedonasit nuk e avansuan LSDM. Blok e morim një qëndrim të VMRO DPMNE-s. Se Macedonasit kitë janë ke VMRO DPMNE-ja, ndërsa ke LSDM-ja janë të përzit. Ne e dim se në VMRO DPMNE ka 100.000 vota që janë një Macedonë. Pa që tash ne nuk mund qëndrimet e atyre unë t'i moram blok se janë ato. Plus cifrën 70.000 e kanë zerë VMRO DPMNE-ja. Analizat e Sorosit, e qerve, thënë që numri nuk është bashkë 70.000. Po nëse flasim hipotetikisht. I votave shqiptare ke LSDM-ja nuk është 70.000. Nuk është 70.000. Muhamet Zeqiri ka qenë ullën këto, ka thënë 68.000 vota i kemi. Muhamet Zeqiri. Si e kush i ka burimet e veta? Unë s'kom burime, unë si kom numru votat. I pari cilin e kom digju, talë të regone numrin, prej 70.000 është Gjorqevi. Në prezentimin e ti të parë, ku në mënyrë shumë cinike, edhe tendencioze,
i promovonte ato vota shqiptare, edhe i nënshmonte. S'ka lidhja jo. Unë kam besim ke kjo marrëveshje, uroj që kjo të bëhet një tendencë pak më afatgjate, jam shumë i bindun se nuk ka çështje kontestuese ke ajo marrëveshje, cilët do t'jenë aq problematike për çdo politikan tjetër, përveç atit i cili ka thonë hapta se është kundra saj. Tash ne nuk mund të bëhemi jo korrekt, thujmë edhe ki një lloj mendojnë, kur ki thot s'du, ki thot okej. Se si ta bëjmë ne atë paralelizëm. Po nëse të dy palët... nesër pranon vëmëroja kushtet? Po mundodhe edhe ajo. Ne tash tu bëjmë hipoteza. Po nëse të dyja se pranojnë, atëherë subjekte politike shqiptare duhet prapë mblidhen, edhe të vendosin për mënyrën e veprimit politik. Çka nëse të dyja të pranojnë? Atëherë duhet vëmëroja thot ne i pranojmë kushtet, nëse dëmeja pritë 10 ditë të folit, të 11 thot edhe ne i pranojmë. Mrekullia e botës është Po sinqerisht, ka shme bindje flitet për LSDM. Ka shme bindje Ju flitet. mendoni se LSDM-ja nuk bisedon me përfaqësues. Nuk e di. Nuk e pas asnjë moment. Këtë du të thëmë. Këtu në Maqedoni... Takimet kanë vazhdu. Apo ta përmlet. Lutem shumë. Këtu neve nga ka mësu eksperienca, se ajo maqineria spinuse, vëmërot dhe përmënes, edhe prej mizës din të bënë elefant. Unë mendoj se LSDM-ja nuk ashtë tash në pozitë negociuse, nuk ka mandat ka ki tjetri. Pse ti... Pse ti... Pikap e dini që A folim realisht, a folim këshu në mënyrë? Pikap e dini që realisht, nëse vëmërot dhe përmëneja i afrohet LSDM-s, edhe i thot ti ke edhe vota shqiptare të negociojnë për qeveri, atëra i dojtë fole. Vëmërot dhe përmene, tash i drejtojt BDI-s. Edhe unë tisha, edhe unë nuk dhe folqa. Kur dhe më drejtojt mu, do t'jap qëndrim. Jëm pro, jëm kundër, e kështu me radhë. Në më tonë, ato janë strategji. Gjithashtu, edhe prej subjekteve politike shqiptare, nuk kom prit që amblok thënë jo ki jo aj, se është procedurë negociuse. Ti thujnë nëse të dy palet të pranojnë para kushtet. Atër do rritet pazari. Nuk është ajo, nuk është i interesant, ajo është pjesë negociuse. Po nëse të dy palët të po, atër do bisodish për më shumë. Subjektet politike shqiptare nuk kanë thanë jo ky jo aj, kanë vu kushte. Po. Kanë vu kushte, thot, që urdhno pranoj. Lutem. Edhe ajo që e parashtroj Fatmiri, me i pranu vëmëroja. Po do ishë koalicion me vëmëroja. Po. Edhe këtu është pralla, këtu soset muhabeti. Do duhet të zbatojsh atë. Nëse si pranon vëmëroje, që ne hipotetikisht gjithë e dim se si pranon, atër paraqitet teza, çka do bëje LSDM-ja? Shive, LSDM-ja si koncept, detyrimisht është i pranoje. Pra arsye se, një, e lujti rolin e partisë multietnike, si ambient, me këto 70.000 vota, me antarë, ka dalë Ismet. Po në tuj nuk e bënë të tash e bënë. Me deputet mbrenda, me këte, me ate, e kryoj atë bindje. E dyta, provenienca e majtë, që është shumë e kundërt me djathën, që është shumë më afërt dhe konceptit të shtetit multietnik, federalizmit, konfederalizmit si doni, e detyron. E treta, gjithë kjo zhurmë që u ba. Unë nuk mendoj se lideri është punë e kotë mund të flasë që ka të doj. Ajo të i tha, a i pse heshtën tash, është qështje strategjike. Dini, në gjyë që është nëse flasi çdo gjë do të përdoret kundër teje. Edhe unë mendoj se Zaevi dhe LSDM jënë të lujt lojën më të mirë derisa ta marrën mandatin. Ato duhet të heshtin, absolutisht. Se qka do që të thunë, atë pret vëmëroja. Ne, qofë si analist, qofë si gazetar, në du t'insistojmë qile tash. Jo, jo me për gazetarë, gjithë opinioni pret. Qka... Pse gazetarës du të me pytë, për qarë së? Jo, nuk duhet hapet në këtë moment derisa mandatar është e ky. Nuk besoj se ato është hapa jo, nuk e hapim ne, nuk e hapim ti. Opinioni e kërkon atë. E kërkon përgjigje, është edhe drejt e vëmërose dhe... E mediumë përse do. Politikë nuk ha dhe qka që kërkon. Fali mu qa flitet ma shumë në qytet se sa e pranon LSDM, apo jo? Orti Ismet, gjithë vitën në të keqë përdora, nëse ato nuk mërëson, gadi jo. Ati normal dhe pesish, ajta nësë të regon. Në politikë nuk të regon dhe më për para kohës.
Të në ku e dim na që a kanë bisedu, a s'kanë bisedu. Tash janë ato Tash ne sende gjithë e dim se biseda dëkush me dënjonin më abet ashtu bo. Biseda ka. Ne kishim vizitën e liderit opozitës Kebesa shkoj. Po ai nuk ishte emsheft, ishte publike. Dhe më thënë, Besa është një pinë shkruseve të platforme. Dhe më thënë, ne tash gjithë e dim se bisedojnë, ta Macedonia nuk është që madhe, ne mos e dim kush me cilën lafosën. Bajnë ato na i muabet. Po tash, zyrtarisht, mandat në kaki. Njoni, tjetë korekt, ai nëse se ka ndërmend ta pranon, ai do të kthene me ko. Pa ai kërkon një përgjegjësi kështu politike pak më të madhe, cilën ai definitivisht nuk e ka. Se nëse su më bëjsh shumit, e këthen mandatin, thoi, unë su ne bëj. Ne sigurisht dhe jemi dëshmitar në një tendence, procesin ta komplikojnë, ta të lëvisin me kryetarin, tash lizoj së shka ndonë nëse kryetari jep doreke. Po jep dorekje. Parlamenti e zjetë qeverime, nuk e zjetë kryetari. Biseda, Albert, biseda ka në gjdo qësh. Pa. Eshaloni parë, eshaloni dytë, eshaloni tretë. Mu më zhdim Fatmiri atë natë kur kishtë aljun edhe i thot, të regom kush ka mandat bisedojnë. A gjithë bisedojnë? Gjithë bisedojnë. Edhe s'ka guxim të regoje se mandatin ma jep mu kuvendi, ma jep kuvendi qendror, ma jep kongresi, ma jep ate. Tash, ato biseda jenë në një shërbim. Gjithë ato biseda e kryen klimën. Që negociatori i fundit, në fund tulen atë ditë pi një kafe dhe thunë na u murëm vesh për. Se bisedat, presionet, negociatat, jenë pjesë e kësaj politik bërje. Këto biseda i kemi sot, dje, par dje, gjdo ditë, para zgjedhjeve, gjatë zgjedhjeve, edhe sot. Sot, unë e di kush me ka është taku, edhe kanë bisedu. Mirë, po, qka të jep ajo? Nuk jep kur gjë konkrete, dheri sa t'ullet në dhejtë. Mirë, po, kryohet opinioni. Unë me Ismeti sot nuk pajtojnë për LSDM-an. Pune madhe. Mirë, po, ato njërës të Ismeti, me të mdhaja, me të madhe jënë të bisedu me LSDM-an. Jo për LSDM-an flasë, për koncept. Po jo, për koncepti. Unë nuk jëmë koncept vëmëro, unë jëmë të koncepti njerëzit me cilët jënë lidhë, sa ato lidhe jënë vjetra. Nuk është mirë ashtu. Muhamet Zeqiri arasi shkoj, Gjulumserje Kasapi arasi shkoj, bëhet kandidate 70.000 vota. Do keni rastin do tini bashkë në studio jo, se nuk dullën, se nuk shkun 70.000 vota në vëmëro. Hajde të parashtrojmë mbrap shpytjen. Ismet, se nuk shkun vëmëro. Ta parashtrojmë ty pytjen. Ti në një emision, ne bëj pytje këtu. që emision gati se ishe si përfaqësus i LRPDSH, apo? Po. Edhe e shpjegove shumë bukur dhe unë tha shumë komplimente federalizimin. Po. Ke qenë duke 24 të. Po. Unë tash po të pysë ty në këtë platformën të nënshkruar edhe nga lideri Sela. E ke federalizimin aty? Shife. Ku shkoj federalizimi? Asri definimi. Ti një Ku politik... shkoj shtetit dy kombësh? Një politik që më duket se Abdurrahmani mas miri e ka... Popull shtet formos. Ka dale, Albert. Abdurrahmani mas miri i ndjeri e ka përjashtu, artit mundes edhe politikën step by step. Ne këtë politikën e artit mundes edhe step by step për jush e kemi mësu. Se në momentin e caktuar qka duhet dhe si duhet. Ku janë objektive dhe si janë objektive. Qka me ndonë ti sot me konceptin federalizim? Unë flasë për konceptin federalizim, edhe partia, edhe tjerët, si mënyrë e zgjedhjes së krizës në Macedoni. Edhe unë e di, sa ajo ndoshta sot nuk bëhet, mirë po nesër do të bëhet. Edhe pse nuk është ajo? Nuk është për arsye se nuk janë të pjekura kushtet. Në këtë fazë të nacionalizmave të egër, të LSDM-s, edhe të vëmëros, nuk ka kushtet bisedojsh. Se sot, kur bisedojsh, është vënja e zjarit. Edhe e marrësh hipotekën e zjarëvënësit. A shqiptarët nuk janë zjarëvënës. Kjo është logika. është këtu... Po zjarë fikës. Jo, du të kemi parasysh kësë. Sido që tjetë, intenca është që partitë shqiptare, parlamentare, me këtë platforme, këtë deklarat, duhet të bëjnë një koalicion qeveritar me njëren ose me tjetëri. E përshkruajtëm neve të gjithë vëmërodë për mënen dhe strukturën në dhejtëse. Dalim të
struktura rreth Zaevit, sepse e kam përmendur edhe në emisione tjera. Të shqiptarët nuk mundemi ne në kujdestari ta mbajmë kur flasim për LSDM-n e Zaevit të na del përpara Branko Crvenkovski. Ne tash kemi një strukturë rreth Zoran Zaevit për të cilën ne nuk jemi të sigurt. Mirë po, ka indikacione. Qa është që nuk jemi të sigur? Nuk jemi të sigurt se si ai do të veprojë. Okej. Pse be këto janë më të mirët, po. Dhe ne tash, mirë po në konstelacion të forcave politike maqedonase, kjo na duket më progresive dhe më e hapur për të bërë një koalicion qeveritar nesër. Dhe të kështrohet pyetja. Mos vonë, kjo struktur ka bë një prerje prej asaj LSDM-s të moqme dhe e ka kuptu se shqiptarët kanë kapacitet politik dhe janë faktor të cilët më tutje e stabilizojnë e destabilizojnë Maqedoninë. Po ka mas Dhe është e vërtet se kapaciteti politik të shqiptarët është edhe nëse kështu rrinë. Tani, zoti Ramadani, po doni me më thonë njësimin 5 minutat e fundit, po du për një mendim përsëri. Po doni me më thonë që ka besim mes LSDM-s dhe BDI-s, apo mes BDI-s dhe VMRO-s? Jo besim, po për të bë një ka besim të kryum, po flisni për një të kalumër dhe është nda, pas është kjo LSDM-s? Po tani mund të kryot një besim, ndoshta atje kanë ndodhë ndryshime në strukturë pak ma pro-evropiane, pro-perendimore, ma ashtu, sepse është gjenerat, po, është një gjenerat e re, po duhet... Konceptualisht është kjo që thot Ismeti për arsye të konceptit politik, të majtës dhe të djathës. Djathës nacionalistit, majtës... Zotri Ahmeti keni dëgjuar dhe ju dhe unë, Zotri Ahmeti ta LSDM nuk ka kapacitet. Kanë vendosur bëhen social-demokrat të vërtet. Ama ne shumë e kapim se Maqedonia është e pavarur bit 90-ës. Ka pas qeveri, edhe si pas matematikës, shumë ma gjatë ka pas qeverisje DVMRO, DPMN-s e LSDM-s. Tash nuk mund ne t'jam amnestojmë gjithë DVMRO, DPMN-s, ma amnestojmë LSDM-s. Këtu gjithë gabimet janë bërë, prej vitin 90, ne gjithë ato trauma i kemi kalu, kur vitin 90 kemi pa loj graf... Shqiptarët i kanë pas raportet më të mira me VMRO-n, prej kohës Hasan Prishtinës. Atë nuk duhet të harroj. Ama ajo është histori. Edhe në koalicionimet e para, nuk duhet të nashkalohen asa. Një pjesë e mirë asaj VMRO DPMN-s vjetër ka qenë shumë e majtë. Këtu është problemi, unë për këtë flasë. Një pjesë ka qenë e gjatë. Unë për këtë flasë. Republika e Krushevës, çka ka qenë? Ama unë flasë për 90. Ka qenë nacionalizëm. Jo, ajo ka qenë shumë e gjatë. Ama unë e të në shkollë, se kemi mësuar ashtu. Ne në shkollë kemi mësuar se Kryengritja e Krushevës ka qenë lëvizja e parë nacionale shlirimtare e popullit Maqedona, që shumë vonë neve na kanë gazuar. Në cilën shkollë ke qenë unë ndryshe? Unë kam qenë gjimnazin e Gostivarit, edhe është insistu, pa pse ne se kemi festu, unë ne di, nuk kemi pa në një festë. A të lëm jemi 3 minutat e fundit, i lutëm shumë. Apo të definoj këtë. Zoti Demiri dhe Zotri Muslio. Sa herë ne dimi pa kafe për dikush, ta festojmë festën. Së është sante. Lutem, ashtu nga kam mësu. Këtë du të thëmë. Nëse bojnë paragjykime, do të bojnë në mënyrë realistike. Jo tash, ato kanë qëndrime spaku ma korekt. Kito të zbon, kito të bon. Ti i thuaj të di rejnë. Për mund të rejnë, po ki bërëm fjallet nuk i ka ofenduse. Edhe shenjë barazimi a mund vend ka shenjë Zoran Zaev ama ta shkojnë, kur të ofend, pa ti nuk zesh në rrugë me dënjonin që nuk të donë. Po nëse të ofendon, ti ma të zhe. Se mund t'i vëndush paraleli asaj. Politikë është se kjo. unë ti edhe ky, ne nuk dallohemi në askund. Unë nuk këm problem me LSDM-n, me VMRO-n, me këte. Unë këm problem si shqiptar me parimin tonë. Që ato 3 pika bonë, lutem. Dikush, detyrimisht duhet të pranoje. Etë është problemi është e si do të pranoje. E kemi gjithë ngusët VMRO-n dhe do të baltosim, jo. E kemi gjithë mirë LSDM-n që ka fjallë të mira Zaevi dhe kalojmë bi këtebe atë, jo. Ato duhet konkretizohen. Ato konkretizohen prej nesh edhe e mira e kësaj politike sot është ajo që këto parti u murën vesh të venë
një linjë. Ma e mira është kjo. Edhe pik. Po, a kam thonë këtë studio, këtë... Po pse I ke thonë shumë çka për Pse arsjetohesh? Ke thonë shumë çka për kësaj. Jo, jo, këtë që nëse Ke folë shqiptarët... për shumë çka, ke folë për platformën. Jo, jo, nëse shqiptarët bëjnë platformë për bashkët, E ke thënë se një parti politike që para është zgjedhjeve kemi shqiptare, kërkuar. ashtu është, para se të nuk nisën mund ata të 3 ngrit muaj në ditë ke nivel folë të për këtë. zgjidhjes një parti politike. Ismet. A është ashtu apo? Ismet, para Para me ditë që zgjedhjeve, mbarova kohën. para Të gjëve nuk zgjedhjeve të besë, po opinioni, gjëdini që si besë. bëni presion që mbas zgjedhjeve të bëhet një Atë shumë, të lutem shumë, zotit... Për fund e keni Po, fjallë. jo, fjalla juj, sa të mbyllë. Unë rrinë atë parim, cilin e kam thonë vazhdimisht edhe kam shkruajt edhe kemi debatuar disa herë që partitë politike pavarësisht thash marrëveshjes as sa ka mangësi, s'ka kjo që është, të respektohen nga gjitha subjektet parlamentare që janë politike, kam ngullës të janë jo vetëm këtë proces cilin tash jemi, por në vazhdimësi edhe më tutje, edhe definitivisht mendimi e është që vëmëros du t'i thot, lam të mirë në këto zjedhe, bile mos t'i lejot, bile t'ulen me bisedu as pak. Kjo është mendimi e tash ku e di, se cili ka mendimin e vetë. Kurse të fillon bisedimet me LSDM-n, në momentin që të mirët mandati me LSDM-n, edhe të E kush e thëtë se me do e kam merë ngullësi. mandatin? Po nëse e mirët, thashëme, nëse e mirët, edhe të bisedohet në këto mënyrën. Për ndryshe, gjitha format tjera janë humbje kohës edhe vëmëroj e besoj që ka me tentur lojna me bo, vetëm të more kohë, të shkojnë zgjedhjet parakoshme, të shkakton incidente nëse eventualisht shkon në opozit dhe kështu me radhë. Për atë arsye, këtë probleme është e ne shqiptarët. Sa na jemi unik, mbrenda qëse platformet për cilën kemi, gjonat tjera krejt janë E që irrelevante. platformë thutë se është për të mirën dhe se shqiptarët janë shtetë formusa, të paktën është platformë të ceku në shumë, ilustrativisht mirë. Po e kemi një vrejtje këtu, përshë që një shikus në paska shumë me personal, ma diku e ka më numën, po më thonë që para se të mbyllëm, kërkojnë ndjesë regjia se stërgjata, por më thotë që nuk ka fat kohët për të realizuar veprimet e gjitha që janë në marrëveshje. Dhe se kjo mund të ketë një... Absolut. Sepse edhe të në marrëveshje thutë, nuk është që... Mehanizmin për të afatizuar kanë, se i kanë vota. I kanë vota, e qartë. Ama me Mirë. 67 Zoti Limani besoj deputet, mori përgjigjen, unë ju falenderoj shumë të ndruar mysafir. Zoti Zymberim, zoti Demiri, zoti Ramadani, zoti Mësliu. Gjithmonë kënaqësi t'ju kemi këtu, kemi folë për shumë çka. Të prishim konceptin sonë. Jo, nuk prishim koncept, nuk e besoj se po i shoh reagimet, ka pasur shumë reagime, po debati ishte më vend. Faleminderit të njerë të ndruar shikues, kaq për klikun sonte. Besoj se mund të shihim edhe njerë këtë javë do i paralajmërojmë me kohë, sepse po tentojmë të shohim diçka për mjedisin, shumë apo mund ta bëjmë një debat të tillë për pas nesër, do i paralajmërojmë me kohë. Faleminderit për vëmendjen, mbeteni tani me lajmet në programin ton. Neve takohemi nëse jo këtë javë, javën e ardhshme. Mirëmbëjtje. Faleminderit shumë.